Këtu ka sera sepse këtu bëhet klima që ngropt. Më shumë njerëz merren me këtë se më bujësia që mbiret në fushë s'ka leverdime. Mbiret çfarë dush ti, ndash mirë gru, ndash misë, ndash çdo më shumë ke harxime. Unë pata mbova, unë kam 5-6 vjet që s'po mbjell gru, me pse të thosh pse? Nuk mirë se s'kam leverdi. Është dhe klima një faktor që ka ndikuar? Jo, klima është bëhet po nuk ka element. Ajo. Rrushi pse mbyllet në sera dhe jo në fushë, në zonën e Myzeqes? Në zonën e Myzeqes mbyllet edhe në fushë të në serat. Ka rrush të vonë, po ky bëhet i lashtë, që është në për sera të mbuluara. Ai që mi bën bëhet në gjysmë hapje, bëhet mbyllur kështu. A e dëmton sera rrushin? Jo. Ta tani e dëmton po i hove plerat, ato po të plerat që herë kështu. Temperaturat e larta tani në dimër? Ja, se dëmton fare. Nuk ka. Çfarë avantazhi ka rrushi sera dhe rrushi në tokë të hapur? Shko, avantazhi rrushi sera ka se për mua për shembull vjen leverdi se mua kur kjo sera tani shitet shpejt del në qershor korrik. Edhe ka çmim. Se bie me 2500 lekë, 3000 lekë, 2 herë 1500 lekë duke hulur gradoli, sa më shumë për urin të dalin do ashtu. Edhe në fushët e dëmtojnë shumë shirat, breshat që bie. Ja se vjet që pati që shpëtim që s'pati asash, po këtyre viteve u prisht vajti me 200 lekë, me 150 lekë. Po të cilësia rrushit është e njëjtë si serë dhe? Jo, cilësia rrushit në serë bëhet më mirë. Nuk është si fushë. Fushë dëmtohet në fushë. Kështu që në serë të bëhet më mirë. Përdorimi i plerave kimik është i njëjtë i fushës dhe i serës? Këtu vetëm plera, se plerat hirën vetëm fillim. Tani për shumë se punohet e hirën plerat kimike, ato që do ajo. Varet spërkatjet. Po në serat 3-4 spërkatje merrej. Po në fushë do marrë shumë sa hejtë bje shi, pas shiut do spërkatje. Tani lushnja është njifet për klimë të përshtatshme për kultivimin e bimëve në sera. Si për kultivimin e perime, po ashtu edhe të vreshtit, cili po merr një hovë dhe një zhvillim nga dita në ditë. Janë shtuar sipërfaqet e vreshtave në sera? Po, sipërfaqet e vreshtave në sera janë shtuar në sektorin e fierit, që mbledh fierin dhe lushnjen, mund të jenë mbi 100 hektar sera me vresht, të cilat po japin rezultat shumë të mirë, rendiment të kënaqshëm dhe rrush shumë cilësor. Pasi rrushi në sera dihet që merr dhe më pak spërkatje, qoftë me insekticidet, po ashtu dhe fungicidet, pasi është i mbrojtur në krahasim me rrushin në fushë. Por dhe vreshtat në fushë kanë goxha zhvillim, pasi i përshtaten kushteve dhe kohës. Këto temperatura janë të zakonshme për zonën, si ndikojnë në përgjithësi në sektorin e bujqësisë? Në qoftë se do flasim të kemi parasysh ngrohjen globale, ngritjen e temperaturës, këto nuk janë të zakonshme. Megjithatë, fermerët mundohen që t'i përshtaten bujqësisë duke u përqendruar në ato kultura ku ata shikojnë dhe interesin, fitimin. Se serën këtu këtë e kalimti. Vaba kanë dhe temperaturë madhe, nuk bëhet, se edhe nuk zunë, edhe nuk kanë, ato kokra që kanë, i zinë me herë ata, edhe i bendi me në shu. Vajta unë atë kokra në zira, u s'mora. Kam 2 dulym tokë, 3 sas mora, që do bëj me të vaju?
Po punëtorin që mora me veta una, pa më thëmë, e mora djali, po, se po e kam djali pa dhe e do likë, se po haj, po do ushqen me ta. Janë temperaturat të larta për sezonin? Po, për temperaturë, thatësire madhe, thatësire madhe. Shumë madhe, që oti, tokat që më përpara nuk qashin, kur vajta si vjetë aty, toka ishe qarë bërë goj, nga ajo që do ujë. Anaj s'ka bujësi të punosh, dhe të punosh, do t'i hesh pleo, do t'i hesh... Ma nuk e fitim fare, asin gjë fare s'kam, asin gjë kokër s'kem. Që kam më thëmë? Unë dhejtaj me do t'i hesh pleuna. Do t'i hesh pleun se them vjen keqën se të të bëjë se tjetër. Pa qa pa marrë ma te? Minorëm, po janë minorëm temperaturat. Se dhe maj mend, në atë ko, dilje në një kishe freski, kërë sot eshin tepër temperaturat lartën. Sot nuk e rrë, kështu nikojnë të punë. Që themi ne? Po sera, sa dhe milë sera, si përfaqja me madhe ishë në hapsirë. Se nuk e më lonë gjithë tokën të më shumë, kam 2 hektar tokë. Qa e bërë? Ja kam bërë shumë një 2 lymë serë. Tja si më lonë dhe prapë. Janë shtuar si përfaqjet e serave në zonë? Janë shtuar, po, shtuar. Zonë edhe se s'ka fuqi punëtora, po zonat janë zonët e për teme, themi në Beratit, që janë të ashtu, ka shumë sera. Sa herë në vit mbillen serat? Mbillen dhe. Shkull shpesën, vedo matën, pregatitën gjithë bërën.